Nga fshati Zvirin, drejtuesi politik i Qarkut Korç për Partinë Socialiste Niko Peleshi ka dhënë një mesazh për unitet dhe bashkëpunim në këtë moment të rëndësishëm për vendin, në një kohë që e cilësoi si historike për të ardhmen e Shqipërisë. Peleshi theksoi rëndësinë e bashkimit për te indasive politike, duke e vendosur në qendër të fjalës së tij besën dhe lidhjen e fortë që njerëzit e kësaj zone kanë me vendin dhe njëri tjetrin. Jemi në një moment të madh për vendin. Prandaj duhet të bashkohemi. Dhe këtu në Zvirin mendoj që është fiks vendi ku ka kuptim bashkimi. Ka kuptim të bashkohemi përtej kufirit të partive tona. Jemi bashkuar ne, ka ndodhur këtu. Ka patur momente ku kemi bërë besabes me burrat, edhe jo vetëm me burrat, po me burrat jemi ulur të këtij fshati që din ta mbajnë fjalën. Edhe jam shumë i kënaqur, po e them shumë sinqerisht, këtë herë që në listën tonë janë të gjithë nga Korça, kandidatët. Dhe pothuajse të gjithë jetojnë dhe punojnë në Korçë. Në përmbyllje Peleshi bëri thirrje banorëve të Zvirinës që më 11 maj të mbështesin Partinë Socialiste dhe vizionin e saj për Shqipërinë europiane.